Zoti Merkoçi është folur së fundmi që është stacionuar në SPAK edhe CIA amerikane. Nuk është folur, është folur tashmë në fund fare, po kanë qenë të sankcionuar me kohë. Kanë kohë, ata që kur erdhën aty kanë qenë. Në ato zyra kanë qenë. Pavarësisht se nuk janë deklaruar, pavarësisht se nuk janë thënë zyrat i kanë pas brenda SPAK-ut. Aty është edhe BKH-ja, aty është edhe SPAK-u, prandaj tash ata janë bashkëpunim plot dhe në kontroll plot temi. Dhe nuk mund të bëjnë më lëvizje të cilat ata i konsiderojnë të domosdoshme për sa i përket hetimeve që bëhen. Nëse i shihni nuk ka më rrjedhje informacione, nuk dalin më dosje, dalin gazetarët e thonë unë kam këtë dosje apo unë kam këtë dosje, unë e dija që do ndodhte tek kjo dhe unë kam thënë që do ndodhte tek kjo. Kështu që ka një hermetizim tashmë të vetë SPAK-ut edhe të BKH-s për sa i përket lëvizjeve që ata bëjnë. Mos harroni se fal asaj BKH-je dhe fal atij SPAK-u që janë aty brenda, para 2 ditësh mediat deklaroi pavarësisht se tek ju duket e kam deklaruar që është i vetmi kryeminist që ka marrë që është nën hetim tashmë, është regjistruar dosja penale. Te u kam thënë para 1 muaji që është regjistruar dosja penale, dhe para 2 ditësh nuk di media pas doli dhe deklaroi dhe media që është regjistruar dosje penale për vetë kryeministin e Shqipërisë. Bashkë me Erion Belin dhe Belina Ballukun. Ajo që u thash, tuneli i Llogaras është maja e icebergut, është diçka e thjeshtë, por ajo që i dha një shtys shumë të madhe, dhe këtu du ta lidh prapë me agjenturat e huaja, këtu që një shtys mjaft e madhe që u thirr Belina Balluku dhe u mori pandehur ishte edhe aeroporti i Vlorës. Pikërisht vetëm për aeroportin e Vlorës, për të mos kaluar në duart e një oligarku rus, u bë dhe marrja pandehur e Belina Ballukut. Megjithëse nuk u trumpetua sikur ishte një përplasje ndërmjet 2 ortakëve të Bexhet Pacollit dhe të atij personi tjetër, patjetër që shihet Rama pas tij, u bëjmë vëndë pastaj që të ndaloj Belina dhe të merri Belina e pandehur dhe aty pastaj do dalin të gjitha doli loti 4, po do dalin shumë lote, shumë afera të tjera, do dalin pastrimi parave, ku janë parat, të gjitha do dalin, patjetër që do dalin. Përfundim mandati nuk ka, nuk diskutohet që nuk ka përfundim mandati, unë pres deri në fund vitit të mbyllet kjo çështje. Thash, pavarësisht se ai po mundohet marrë njerëzit e Sorosit e ti japi poste drejtuese, por absolutisht ai do ngelit tek unë ju kam thënë që marrjave pandehore Belina Ballukut nuk ishte për Belina Ballukut, ishte goditje apo e heqje trarit të qeverisë së Ramës. Jo më kot ju thash që Belina Balluku nuk e jep dorëheqjen në mënyrë absolute, jo, dhe Rama nuk është i fuqishëm për ta shkarkuar Belina Ballukun. Dhe SPAK-u apo vetë FBI-a po shohin lëvizje që po bën Rama. Këto lloj lëvizjesh të cilat qoftë me asamblera, qoftë me mbledhje urgjente të qeverie, qoftë me thirrjen e Belindës apo vajtja e Belinës në zyrën e tij, të gjitha janë të pritshme nga ana e tyre, po dhe të kontrollueshme. Ata duan të shohin deri ku do shkojë. Edhe ajo ç'a bëri qeveria që dërgoi gjykatë kushtetuese ishte tepër qesharake, tregon një ignorancë totale juridike. Tu e kam fjalën për ata që janë, të paktën ata që janë këshilltar apo që janë juristë të kryeministrisë. Kjo u duk edhe në gjyqin që bën me Erion Belina, unë deklarova, ishte një mbrojtje skandaloze, domethënë, qoftë e presidencës, qoftë edhe e kryeministrisë para sa gjykate. Tash këta duan t'ia lënë topin gjykatës kushtetuese që të shprehë gjykata kushtetuese. Ajo që më bën përshtypje është se gjykata kushtetuese, nëse për Erion Belin u shpreh shumë shpejt dhe u marr një vendim që thash nuk kishte ndodhur ndonjëherë që merresh kaq shpejt, do shohim se sa të shpejt do e marrë këtë vendim apo do ta lej në zvarritje e sipër.
Mos harrojmë se gjykata kushtetuese nuk është në dorë të drejtësisë, themi, komandohet akoma nga kryeministri i Shqipërisë. Jo më kot ju thash, ai vendim që ju dha për Erion Velini ishte ligjor, por ishte në favor të Ramës për të bërë ato kapërcimet e tjera pastaj, për të bërë ato lloj deklaratash, për të kërkuar, për ta kthyer gjykatën kushtetuese në gjykatë fakti, për t'i thënë gjykatës kushtetuese që ktheni tashmë Erion Velin në punë, se ai është i pafajshëm, është e tillë, pavarësisht se mbi ta ka akuza të rënda dhe nuk mund perceptohet, nuk mund të kuptohet nga askush, nuk mund të kuptohet një hajdute duhet të rri kryeministre, zëvendës kryeministre, kryetar bashkia, ku diun, i akuzuar me fakte konkrete për vjedhje galopante në Shqipëri, e kupton, me miliarda, tashmë se edhe milioni është bërë i vogël tashmë, me miliarda duhet të qëndrojmë postin drejtues. Kjo është skandal, domethënë. Atë që kam thënë që një magazine, ty të vjedh magazinën roja, të vjedh magazinën dhe ti thu do lej prap këtë roja. Është e çuditshme se si këta e perceptojnë këtë. Nuk e di, domethënë, nuk e kuptoj. Zoti Mërkoçi, ka pasur një kërkesë të Ilir Metës, ish presidenti i Republikës, i cili ndodhet në Burg, për të u marrë në pyetje pasi, siç ka deklaruar ai, ka shumë gjëra për të thënë lidhur me 21 janar, informacione që deri tani nuk kanë dalë. Kjo është kjo është ajo gjendja psiqike e Metës që ndodhet tashmë atje, se kur futesh atje brenda kupton pastaj se çfarë është burgu, kupton gjithçka, kupton atë braktisjen e njerëzve, kupton atë. Dhe ai tashmë kërkon të bëhet faktor, kërkon që dali para drejtësisë, kërkon thirrjet. Po Ilir Meta nuk e di që dosja nuk ka nevojë, edhe për Ilir Meta nuk ka nevojë, se për sa kohë ka ardhur nga Amerika, domethënë çdo material ka ardhur nga Amerika, nuk ka nevojë më për Ilir Metën. Ai kërkon tash të dali nga ajo katrori, dhoma katrore që është, dhe të ketë komunikim me njerëzit, sepse ai tashmë nuk ka as komunikime. Kuptoj, sa ditët sa më shumë kalojnë, aq më e rëndë bëhet gjendja psiqike e të pandehurit kur je në burg. Kjo gjendje bëhet e rëndë edhe kur je në arrest shtëpia, jo më në kushtet e izolimit, siç është burgu. Kështu që ai kërkon tashmë të bëhet faktor, kërkon se po sheh që nuk po merret më njëri me te, nuk po flet më njëri me te, u harrua themi. Si që janë harru shumë të tjerë që janë, si që është harru Beqa e Zemi, që është harru fare, nuk merret më as media, as kjo, nuk merret më me ta. Dhe Ilir Meta tashmë shumësuar që ti ishte në faqet parë të gazetës, themi, tashmë e sheh që nuk është as në faqet fundit, dhe kërkon të bëj një show, një diçka të cilë për të tërhequr vëmendjen e mediave të paktën, dhe për të vajtur aty, po nuk ka si lloj vlere çfarë do japi Meta. Ç'ishte për dhënë, aty janë dhënë. Nëse Meta ka fakte të tjera, Meta rëndohet akoma më tepër akuzat e tij për moskallëzim krimi, kaq e di.